Presidenti i Republikës së Kosovës Vjosa Osmani është bërë njëra nga 19 nënshkruesit e Bordit të Paqes, një mekanizëm ndërkombëtar i themeluar me iniciativë të presidentit amerikan Donald Trump me qëllim rindërtimin dhe stabilizimin e Gazës pas luftës 2 vjeçare shkatrimtare. Ky zhvillim përfaqëson një hap të rëndësishëm diplomatik për Kosovën dhe një dëshmi të rritjes së rolit të saj në proceset globale të paqes dhe sigurisë ndërkombëtare. Përfshirja e presidentes Osmani në këtë mekanizëm dëshmon besimin e SBA-ve dhe të partnerëve ndërkombëtar në leadershipin e Kosovës dhe angazhimin e saj për paqe dhe stabilitet global. Hafiz Shala, antar i bordit ekzekutiv të Ligës Qytetare Shqiptaro-Amerikane, duke e komentuar këtë ngjarje, ka vlerësuar lart rolin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe presidentes së Kosovës Vjosa Osmani, duke cilësuar këtë si një moment historik për shqiptarët dhe shtetin e Kosovës. Shala për Bota Sot thekson se akti i fundit i respektit dhe mirënjohjes nga SBA-t për shqiptarët është dëshmi e vazhdimësisë së aleancës strategjike dhe mbështetjes së palëkundur për Kosovën. Ai kujton rolin historik të SBA-ve që nga presidenti Woodrow Wilson e deri te liderët e sotëm amerikan në mbrojtjet të drejtave të ekzistencës së shqiptarëve. Kush nuk po ndihet krenar me këtë akt të respekti e mirënjohje për popullin shqiptar të shtypur, ekzekutuar, përdhunuar, masakruar e poshtëruar nga bishat e ardhacakëve nga Karpatet, të cilët ju vërsulën popullit dërdan për t'i zhdukur mundësisht nga harta e botës. Shpëtimtari ynë historike, gardiani aktual që po e pason dhe respekton amanetin e Wilsonit, i cili e shpëtoi atë pjesë të mbetur të Shqipërisë nga gllabërimet e fqinjve tanë pas deklaratës historike se ajo do të ekzistojë, që nuk kupton se edhe dardania nën mbrojtjen amerikane do të ekzistojë dhe do të prosperojë duke u bërë pjesë e strukturave relevante ndërkombëtare, amanet i cili ishte edhe është aktualisht e i sigurt edhe në ditët e sotme. Presidenti Vjosa Osmani, me aftësinë e saj intelektuale, politike e diplomatike, me paraqitjet e saj të suksesshme dhe angazhimin e pandalur, solli 4 njohje të reja dhe të tjera që po pasojnë, pastaj me vetitë një politikane e të rryer, e bindi njeriu më të fuqishëm në rrezullin toksor, i cili, duke e mbrojtur dhe respektuar në radhë të parë luftën dhe sakrificën e popullit shqiptar për liri, pavarësi demokraci dhe bashkërendim serioz me SBA-t, e bëri gjesti në një lideri që në momentin aktual ishte kontributi më i fuqishëm për shqiptarët në përgjithësi, duke i përfshirë shqiptarët e diskriminuar në dardani lindore, të cilët përmes shuarjes së adresave të banimit dhe prim kanibali këtij shekulli tentonin t'i zhduknin përjetësisht, shpreh Shala për Bota Sot. Publicisti shqiptaro-amerikan është ndalur edhe të çështja e mundësisë së rizgjedhjes së Osmanit në postin e presidentes, tani që po i përfundon mandati. Në lidhje me këtë, ai ka thënë se Osmani duhet të rivotohet për presidente nisur edhe nga mbështetja dhe besimi që ja ka dhënë presidenti Donald Trump. Nuk ja dolën, në të vërtetë janë nxorën sytë dhe trurin politikës vetvetes, nga i cili kur më nuk do të shërohen. Tani shtrohet pyetja e thjeshtë, kush me kënd duhet të bisedojë për marrëveshje politike, se a duhet presidenti Vjosa Osmani të rivotohet edhe për mandatin e ardhshëm për presidente të vendit, kur Amerika dhe lideri i saj, duke e shprehur admirimin dhe besimin e tij ndaj saj dhe shqiptarëve dhe lideres së saj, me këtë veprim thotë yes, theksoi Shala. Sipas tij, presidenti Vjosa Osmani me veprim, qëndrimin stoik dhe angazhimin e saj, edhe një herë para popullit shqiptar të Kosovës e vërtetoi se është pasardhëse e denjë dhe zbatuese e politikave të vizionarit historik, Dr. Ibrahim Rugovës. Rugova, amanetin që e la popullit dhe klasës politike, ishte dhe është me Amerikën bashkë në përjetësi, nënvizoi Shala. Vula ish presidenti tani e presidentes me flamurin e dardanisë në zyrën e presidentes në xhipin zyrtar bashkë me flamurin shtetërore kombëtar, është dëshmia më e fuqishme se doktoresh Vjosa Osmani në mënyrën më të vendosur do të zbatojë amanetin dhe porositë e tij, theksoi ai.